Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Miqtë e mi, përshëndetje nga unë Dorontina. Më lejoni t'ju prezantoj sot fshatin Slovi, komuna e Lipjanit. Ky fshat pas vitit 1999 njihet edhe me emrin Manastir. Në këtë fshat kemi edhe të vrarë, afër 45 civil. Këto janë informacionet cilat i ka marrë, por për ma shumë detaje edhe me i konfirmu sakt që mos me pasën e me ju dhoni juve ndonjë dezinformat, po shkojmë po i hymë fshatit edhe të shofëm se që shpo na presim banorët. Hajdini me neve. Hajde ondi. Takaraka. Pas kanë edhe mini kombin, busin e vogël, aty shmi thonë, ka kom. Do thot i bartin nxancat. Shumë mirë, fshati i zhvillun po duket. E ndëgjut edhe Qirdhja është fshati i parë, që e pas kanë edhe Qirdhen. Një gjë shumë e mirë kjo. 2 shkolla, sa thanë që i kanë 2 shkolla, do të thotë që ka numër të nxanca, ka banor, por gjithsesi mund dhe me thonë lirisht që është fshati ma me qarkullim deri me sot. Gjerenikat po mdo këtë jenë bota ashtë një anuku Gjerenikat. Mirë faleminderit. Familjen mirë? Mirë, shoqër mirë. Ndërrumë unë e këmë dalë sot në fshatin e ju. Po. Me di çfarë lagje është kjo, sa është i banueshëm. Po, dëgjoj, fshati Slovi ka mbi 1200 familje. Domthonë shtëpi që janë të regjistruar, po tash shumica e tyre nuk banojnë këtu për arsye se kanë migruar jashtë, po kryesisht është vend i mirë edhe si fshat njihet në komunën e Lipjanit. Me thonë, këtu kryesisht ky fshat merren me bujqësi. Shumica e tyre merren me bujqësi. Ka shumë prej bashkëfshatarëve që janë të migruar prej vise malore, kryesisht Vërbice, Zhegovce. Dhe do thotë kanë ardhur këtu. Kanë ardhur këtu, kryesisht mirë kalojmë me të gjithë. Kemi bashkëpunim, jetojmë bukur. Jetoni bukur, do thotë është fshat i banueshëm me kushte, e kam fjalën. Shumë kushtet e mira i ka për banim për ata që dojnë me punu, edhe me jetu këtu. Për ndryshe, tregova që shumica veç kanë dalë jashtë, një pjesë e madhe se unë e kam punu sekretar shkolle, këtu para 1-2 vite veç kam dalë në pension, e di rajsisht këtë fshat. Tamam fiks na e lypëm edhe e pas kem taku personin adekuat që mund duhet me i pas disa informacione për fshatin, po më intereson, kemi dole? Po më intereson sa jeni mikpritca, ose ç'ishin raportet këto mes banorëve? Unë të them të vërtetën që në fshatin tonë, unë nuk moj mend që kemi pas raste nga tresa, fëmija normale, po nga tresa të ronda ose vrasje nuk kemi pas. Unë i kam 67 vite gati, nuk moj menda, punton. Por afërsisht, ky fshat thash që ka shumë të hujt, po kryesisht jetojmë mirë, nuk kemi probleme me askena, punton. Kjo është kryesorja. Këtë fshat ka pas edhe serb. Nëse mund me fokusu kamerën, ajo është
ndërtesat e tyne që i kanë pas shtëpit, këtu janë konë 67 shtëpi sërbë. Po, me pastaj? Dhe vitet e 99 kryesisht me 15 dhe 16 prill, në bashkëpunim me sërbë tjerë, këta i kanë vra 46 persona në sloj. Dhe të thot, asë një prej tyre më nuk është këty në këtë fshat, me përjashtim njoni që është denu me 13 vite burg, të tjerët nuk janë, nuk di ka janë. Kryesisht, këta e kanë lanë që shto shkretë, si thonë një fjallë popullore, disa i kanë ble shqiptarët për afrësisht, mirë po, jo krejtë. Me që pas banorë dhe prej serbe, po më intereson para se me ndodhë lufta, keni pas raporte me ta, jeni njoftë kështu? Jemi njoftë, se i kemi pas kujshimin, unë i kom pas kryesisht në vesh në morëm ata, mirë po, janë e tregun vetën vitin 99 dhe s'u kam betë më këto për më këthuj atyne. Kjo është esenca. Ju faleminderit shumë, ditën e mirë, ju faleminderit. Po valla, Haxhi, faleminderit shumë, veç pak. Haxhi, a i e farë burri? Qëshje? Te dikon, po rri me burra. Deri ku? Dhe në gjami me më zdotit. Shumë mirë. Jo, sene? Mirë, faleminderit. Dërëntina? Po, Dërëntina. A u prezentova? A ma ditë se po hapaj? Jo, e prezentu në për shumë vena. Po i përcjeli këto emisionu. A, shëni qëfar shikusit lezet shumë këm? Ane? Kretra, familjen vetë. Mirë, faleminderit. Joni e Stogët. Wow, po! E i Stogët jam, e i Stogët. Po. E dhe e martu me një Stog? Qysh ma mirë me konë. Pa ora për skajt ka vlerë. Po, vallojnë. Apo shkojmë na ka dalin gjami bashkë dhe fibon një 3 lofe. Me shëndet mirë. Elhamdulillah, ka pak po mu tensioni, po vokti është. Kush po të mucë? Tensioni. Jo, mërë qëfar tensioni? Ja, sështë vokti, heq më së. Ja, mirë shumë, elhamdulillah. Ma i drejtë zone koke. Po e të shenë kom tu, e so veti pote? Po i s'kom shumë, një 80 i kom bua dhe ka një përëkulla. 80 ku qitë kjerë edhe ka një përëkulla, më smërgjuve. Edhe një 2 prokolica. Inderum, qka po më tregon për fshatin? Fshati Slovia një fshati më lëkurushëm, është me shumë banor, me shumë të na vyseve rrës bjeshve këtu kanë zbritun, afer 1200 shpi ka, o një fshat shumë mirë, pa ku një farë brenge, punojnë bashkë, tonat mirat i qia s'kem, po zonat mirat i bojmë bashkë. Jem shumë banor të mirë. Po, ndrygjojmë një qetër, jem në ramonit zotit, s'ka ku një farë problemi. Po, e bu po më interesën, kur është konë jetesa ma e mirë, në kohën sa e konë ma i ri, atash, që shtë pëlqendë? Po, tash e si cilist, asaj kur është i ri, do këtë koha ma e mirë. Atëherë konë koha ma e dashne, tash kemë pasur mi, kemë tona, po dishka, se di shka bo në këja zvestë të binë fijet. Se mirë edhe tash, kur ma misi me konë, popull shqiptar kur ma misi konë. Qa po na mungon neve si popull? Po na mungon me disht një një qetërin, minimu një qetërit, minimu fukaras, minimu atë një që është nevojtar, minimu të smutët, minimu gjithë kunja, kush ka nevoj. Qa po na, po jem ka një mujmë, kem gjëna ato që që të humanitare, po se di, së më pojmë përsekojmë krejtë sa dohet. Po mirë, apet nuk ka kesh, nuk ka kesh. A e kish shpinë lërgë? Gjamin e kemi për bolë? Ja, shpinë e kom këtu ku dalë qender, e para rrugë në gjasë. Apo a del kështu shpesh me shëtit? Me shëtit nuk dalë vështë të në gjami dhe në shpe. Po, të në gjami dhe në shpe. Tjetër... Ja. E pse jo plesht, kur të bëni një mosh, hajde po jetë së më ka dolin. Kur të bëni një mosh, nuk keni qef më largu për i shpis. Nuk ka puna që s'kom qef më largu, po është mirë me a ditë hallin vetës. A që a di hallin vetën nuk gaban. Unë e kumë posë të 2 vjetë, ku me ditë am rukë në tenzion, anë i sena, e bëj kohrën e kom binu dhe mule me që të doktori, mule me bo ndim, nuk e ndim familja, kështu mos nëzirit e lasha, usë të shku të marhat. Kove dërëntin. Se edhe në mese kam e në dërëntin, së këti. Në gëzu, që ata po më thirë ka që mirë. Po nëse kom bimën teme. Kush e solli dërëntinën. O, valla. Të dërëntinën nuk i sollë kërkosh vetë vinë, si unë. Qashtë dërëntin. Boshë ja që njërë me në vizitue, kërë në fshatë më rekollushëm, kem harmoninë në veti, kem mirë kuptim, kur që të këqia në veti s'kem me kërkon, jem
Shëqër, qa Qysh mas mirë ti. Po rinia, është fshati i banueshëm për rinisë, e kanë lënë vendin. Rinia na eken. Po, edhe në këtë fshat, ha? Mërë shumë, na jem na 10 shpi, 4 mosh kemi me shpi. Po, pasha zotin. Mu mos më në mronë, e sot për nesa, e këmë bëta të kusër vjetë, po ata të ri që punojnë shanë. Unë ty të kisha numru 2 herë. Po shumë palemenderë. Ka zotni, ka që i meqëm, 2 herë të kisha numru. Palemenderë shumë. Unë veç të uroj këtë mirat e të adhoj zoti shnetën. Palemenderë ndërën tim. Apo me shkojnë apim ka një kafe, që se ka vak për gjëmo, sa dush. Hajde po bojna që të mohabet s'po pim hitë sen, a bon? A, s'po pim sen. A je për me pia? Unë për juve, kom për musafirët. Falemderit. Musafirin do të me neruë. Qa ka mundësi dhe shka dish. Shka shdim, as për me kona për nga merë, jemi gjënë. Për mu njëra ma e modhe është kur pranën me fol me mu, më pretë kështë shumë pritë. Po më se kuja e me në dërëntin, edhe ku me di shka me në thonë, ta bëj halal. Falemderit shumë. A, po shkojmë gjamia, dhe më të pushu, mos marrëm ko ma shumë. Jo, dhe një punë të juve. Na po e vazhdojmë të rinin, ka po shkojmë? I kam edhe... Ka e një konë ju? Ka. Veca ja fillova. Ani. Veca ja fillova. Mëne me shku qendrës, shmojnë, gjastë. Po du tash me po qysh po më presin. Edhe... Po qysh mos me prit kur më flet Shqip. Shqip më knaqë. Se unë më rritë në Gurbet të i bi. Unë më rritë 5 gjuj di. Mashallah. Trunin e pas e shumë të fjallët. Po, zote ma ka falë. A ti i kofë shumë falë. Unë s'po të marrë kohë ma shumë e s'po të kjovi, se dhe pak ka nisë me unë të kohë. Po na halal dërën ti, të par familje. Falemderit edhe shumë. kurnon edhe ku je lindë. Falemderit. Edhe do kënë herë tonë. Edhe Dorontines. Me të mira i dërën. Falemderit shumë. E sheni sa i lezat shumë që ishë. Përshëndetje. Keni kohë 2 minuta. Si jeni? Dorontina. Si je Dorontina? Jem gazetare nga Mediumi Shqiptar që krejtë ku morëm fshatin e juve me bon një vizit. Me po, sa është i banushëm, qëfar njerës shko këtë, e në mikë frica, asë janë. Qa kime nga të regu ti qka për fshatin? Ka me të regu. Hajtë për qka veqohet fshati Slovi? Hec kur gjoj valla s'ni që ma të kaldu. Kajtë. Se? Sës. Qa me të kaldu? Mirë mo. E pat e mira jonë mo. Se e pat e mira, po fshati është i mira, është i banushëm. Fshati. O, është i banushëm normal, ma se jena mirë qëto. Ata pasanikat, ata që jërkon mas me që me do në për qytetet, në për banesa. Unë mendoj që ma të posëm jenë ata që jetojnë në fshat, se në qytet. Ja, ka vini. Se e ki mas pori qëtësin, që nuk e kanë ata në qytet, edhe krejtë senet i kini bio. Po qaj e po, tjetër s'ko. E po qa po dëm pasurima e modhe. Se delsh në barri, qelë syt. Po qaj s'ko dhe me komenajt, s'ki me komenajt. Që kuj pasur shupën. Sot dhe prante, vinë me folë Kjo dhe gjumon. pak e jetë, sa? Jo, dhe Shkurt, a? Shkurt, s'ka. Unë të isha tha më së bë marak shumë se dhe në në për qytetet gjithkun, s'ka shoqni. Se cili punë të vitë. Në për qytet, e fakt që ko ma shumë shoqni e seni, se kimi, si dash, kimi komenajt. Tu që veç prantën, kimi zatet me najnjo dhe mo. Nuk kimi ko me vo një dha. E pësis përvëni me dole dhe ju në qytet, për qef, sa me nejtë me shoqni. S'po ko t'olla. Se, Po do në t'olla me dojnë. Po do në që një jarë me pas me ble një banes. Po, më të po. Ani ka lefë mirë. Haje, prit, se unë të thëmë ka lefë shmirë, jo? Ja. Ka një të shku? Gjami. Gjami? E, mashallah, a shkoni gjithë të premte? Apo shkoni edhe Edhe të këne tjera? ditë e shumë. Sa mi? Edhe këne ditë e shumë. So, po e shini që ka interes, apo ka fluks njerëzve që po vinë gjami? Vinë ka 20, 30, prantën mushët plët. Mosha 3-ja po më duket, Ma a? shumë të rritë. Vetëm të premte, ma shumë të rritë. Po, s'o plesh mo. Që anë mirë që si do ta këtu dikur që kushta. Veç edhe një pyetje për fund, se është koha dhe faljes, rinia që e kanë lënë vendin, a nuk jenë kon kushtet e mira këto për jetesë, apo ku është problemi? Po këta po lakmojnë se jo po thënë rrogat ma të mira, jo pore ma të mirë, jo po martohen ma kallaj. Qikat si po një që shku jashtë, veç apo thot apo merë se minan, thot tani po të bashka gjitë nëse. Po vi. Mirë po, edhe nusja me ardhën këtë fshat shumë i bukur, po duket si qytet. S'pe dojnë oj motër, s'pe dojnë qëtit, nuk pe dojnë Po katë a jenë të e dash djallin në vendin? Ham djallin, ham vendin. A ju përshëndes? Hajde, të. Me të mira, faleminderit shumë. Zoti ja u pranon faljen. Me të mira. Faleminderit gjithashtu.
Miqtë e mi, i bona një 3 biseda shpejt shtën, shpejtësi dritës që thojmë. Ishin biseda padyshim shumë të lezetshme. Qa më mërmër qegu, padyshim. Qështu kur të folë, dhe më tha se ti qeli në sytë, deri në mbrëmje nuk më nalet goja të folë. I pas në arru syzat, do të më këthymi marë syzat. Ose për ndryshë keni me më po veç me sy më shilë. Sa e bukur kjo pjesa, fokus të lutëm. Është shumë e bukur, qëtësim i syrit, edhe po ashtu i trurit, se di pse uj ma jep këtë ndjesi, ndoshta dhe juve. Pra, si që po e sheni gjendemi në fshatin Slovi, me duhet ta ripërsëris edhe njëherë se do t'jeme kujdesshme që gjatë rrugtimit tim sa ma shpesh me përmend emrin e fshatit, se ku ndodhem, për shkak që kemi shumë keq kuptime, ju kum tregu që intervistën e plot mund ta gjeni në YouTube, ndërsa në Facebook ndohet në 3 pjesë. Ndodh që ju e shihni pjesën e dytë ose tretën, mandej pjesa e parë ju ik, do thot aty ku edhe e bëj hymjen, se çdo ditë hymjen e bëj qysh në fillim të fshatit. Atëherë edhe kur ju përshëndeti. E harrova më thonë, shpresoj që jeni mirë miqtë e mi. Miqtë e mi, shoqni, të gjithë e keni ditë në Slovi, komor dhe e sheni rinin çfarë përshëndetje mbojnë. Faleminderit krejt publikut, pa fund që po m'japin dashni kudo që shkoj. Mos harroj me cek që më kanë liru prej pagesa, thuja krejt, do thot buken çdo ditë e ha kështu pa pagesë. Faleminderit shumë krejtve, po kur të kthyer në fund të ditës, unë po ju bëj me undi mirë, çfarë emisioni po ju bëj të mirë. Edhe pak gazetaren shej respekti. Ndoshta se kam gabim ose dallash. Shëhe mëre Kingun. Ej, Kingi! Përshëndetje! Si je, a je mirë? Dorontina. Jem gazetare nga Mediumi Shqiptar që këtë kemi dalë me vizitu fshatin e juve. Hajde për hajrë kuft. Hajde hajrë pa, që dhe juve për hajrë. Hajde qëtu, apo vjen qëtu? E qysh... Api hytë motorë. E qysh ka mundësi Kingu me skutere gazetar janë kom? Qysh? E qysh dhe, po, qka me bo? Sa në tel, a? Mi gjanë skuter gazetar janë rrugë. Cake, përshëndetje. Që e mirë, jo? Qështë? Qysh jenë? Mirë shumë. Qa ka me pas kur skuter s'kom? A, ne e bojna. A i gore, po bëj. E bojna. Komplimente, fillimisht. Ha? Hajde, okej. Sa vjet i ki? Unë i kam 70. 70? Po, valo. Edhe 70 vjet po arrin me vozit skuter. Po, valo, e 70. Që ta në kërë i ki bëj. E, mashallah. Përveç skuterit a vozit edhe diçka të... Kejt, me kerë, me krejt. Po më shkel. Po më shkel. Apo më tregon për fshatin diçka. Për fshati, vëllaj, fshat shumë i mirë është. Probleme këtu s'ka kur, hajni s'ka kur. Ty bës gjinen të mirë. Në parara shkojmë me kjerë, me traktora, livrojmë himë në parara të huja, ne kush s'thet pse po hena, pse s'po hena. Në parara të huja, po vëllaj, kush, ja, kush nuk thet pse po hena, pse të shkjerë. Mu po më intereson, atë njohin krejt banor me skuter. Vëllaj, gati, këtë fshatit po. Po, vëllaj. Edhe qka të thuj? Për qysh po mërë është e jep joka, anina, kënina, atë bëse në të pështu i qështu. Po kështu brenda vetës në hera e kina i fije dyshimi që thu, po m'dodh në i sena diçka, ose andodh nërë me tro tensioni kër jenë në shpejtësi sa i paska 120. Po, ja s'ka bo vaki halo. Joti. Kur e ke blejt, që sa vozit? E kam që 5 vjet. A e blejt e vetë? Vetë, bëlla. E, t'lumë. Ha? Djemë baka. Se vetë jo, po djemë baka. Apo ma lëqën pak? Po. A kucoj?
Nëse di vëllaj. Vallaj, ku I ka shpisin? Po hi në rrugën. Jo, ma mirë. E ku I të shku? Gjami. Gjami, me skoter. Opa, takaraka. I nderuar. Zoti ja u pranov të faljen. Faleminderit shumë Faleminderit edhe për juve. Edhe për juve Zoti respekt. ju dha shëndet. Amin. Edhe juve. Me të mira, mirupafshim. Se unë boj nga të kom. Unë me njëherë disponua nuk. Se vojnë, pse Se këmbon? qashtu e kom. Këmbon Monike. Jo, po Ani? pikëzimit. Inshallah. Municiona, që të thëjt. Emocionuar. Po, qa. Hajde ndërum. Kalofshi mirë. Faleminderit. Kingu me skoter. Ej, fshati por është jem të pa banur çdo 2-3 minuta. Shihet se ky fshat ka lëvizje bukur të madhe. Automjetet janë në lëvizje gjatë gjithë kohës. Vazhdojmë. Një fshat interesant. E shihni, kjo pjesë është e rrafsht, kjo është thuja si kodrinoro malore. E ka një peisazh interesant. Përshëndetje! Tash më kanë dalë një grup vajzash, edhe po më përshëndetin. Vazhdojmë na. E kam një qenë para. O, ku qenë, ondi. A guxojmë? Shumë është të më këshirë, po më duket jam të I pëlqy. Me që mi ulla pak që me pushu, nuk është që nuk jam lodh, është fshat bukur I madh, edhe kemi ende shumë punë për të bërë në këtë fshat, por s'kam qa me bon pak, veç po mungon që një kafe, e presa dhe frizirin, kam I mi prej pak flëkt. Hajde, vazhdo. Miqtë e mi, unë isha veç në përfundim xhirimeve të emisionit të sotëm, zotria Shabani e ka fal namazin, Zoti ja u pranoft, edhe më ka lyp ku jam e kus jam, edhe më ka gjetë në rrugë, edhe na ftoi në shtëpinë e tij, edhe adi qa më tham, nëse s'ki me hongër buke, s'ki me pije, ma mirë mos hajde hiç, që e di që han hajde. Edhe ta shone, diçka do të me hongër, po ka një qaje ose ka një kafe. Hajde se lunë hesapi. Ha, lunë hesapi po thu diçka, hajde shumë qa po na qëtë nusja, hajde. Se ma ka livdu nusën gjatë gjithë rrugtimit, edhe më tha që me nuset bjeshkes nuk ka. Qëre qëfar regulle, qëfar rrugë, bukra, kinguj, iku pasha zotin. Dhe më thonë, jo, dhe më thonë, na kish kërku krejt kohën se ku jam, edhe s'ki qare pa ardhë në shpet teme e me bo një nej, se kështu në rrugën s'me me të prit ty, po du në shpe me ju nëru, falemnderit shumë. E nëri pas ka qitë. E falenderoj për zemërsisht, edhe për atë dhe po dalën e do të thotë me po, se sa po I rujmë traditat. King, bre! Që kjo, a? E të lumt. Hajtë ashtë edhe njerë në shpetone. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi me ndo kohën me një familje shqiptare,
edhe mi ju tregu gjithve, onë në bon, ku ka shqiptar që shqiptari ka traditën. Ka ende shqiptar. Qita vetë ku punu. E, t'lumë. Se mjeshtër jam unë. Shazot. Vaj plok! Që jam si ti plako i nuse. Vaj plako, hajde. Nuse, ferra, nuse. Vaj plako! Ha? Hajde bise Po. kem të mësafer. Në kanor të mësafer. Hajde. Hini më. Po të nga me nejtë jashtë. Si e mirë? A je mirë të Si e te? Mirë kejtë A rahat. je mirë? Që shini ajni mirë, kejtë rahat vetë? Na pullëm qëtë. Jo që brano, që flata. Jo, më i thonë që tu shumë mirë Që bra, që- dhe se të për volina shka të po pimi edhe Ku koqaj. të volina. Ja dhe nusja po i sjell qojat. E zoja e shpis. Palminia si piqet. Pas mama që të mikrofon se po mbjen qaj. Faleminderit shumë që nuk ka pritu me na qitë qojnë. Ju boft mirë. Faleminderit shumë, jeni familje shumë e mrekullueshme. A se penti qojnë? Apo? Hajta unë diqëta. Këtë ftarë se gjithë. Edhe ta ashti të pi qaj të e boni muhabet, a qëtë liman? Po e qes. Ashtë na dolim kamera të mi këshyra. Vete. O, valla. Ta di shab... I zoti shpis, Shabani, faleminderit edhe një herë shumë. Unë e zgjodha me dalë në balkon këtë se më pëlqen edhe gjithë dhimin më shil, u knaqem, gjithë shka nivel, faleminderit shumë. Ashtë shumë çfarë çoj na ka qitë. E si kesh të tregua pak Hajt po më tregon për jetën ma herët që Da keni kesh në pas. sofrën, me hongër buk pas 16 rëb. Ata e këcej ke kinë gjipi që aty të hobë të rejës. Mes lëngë, me shkak kesh karshë lem në bojke. Po do më thonë, e tregoj pak ka shumë historin, E po makshme. kum ndërpre thash se po duhet edhe publiku me ndëgju, ka përjetu kohën që ka flejt me ljop, Po, me Të një herë krej. qingja, po. Edhe qyshen ka të hongër buk, ka këcy Po qingja. valoj, ka këcej ke kinë gjenë të rejës. Ma vonë, ljapt. Vjetat e vonë shen ljap, ftaf gjysha kun gjallat e rahmeti. Aja nuk e ke so ftaf i malë, shumë ftaf. E për ke ljopën që ka linë me gjithë veç atë, pasha zot nuk po bën me kur pëshorë ka 4 pika në neve klinë në reqë. Sa vjetë keni jetu që ashtë? Këna i këvala ka që shumë. Atë ke shortë fisnikja, ku që ashtë? Fisnikja, atë ke shortë që ashtë? Jakor, po, Më rri dheftë që doshit. kjo e kam ri, edhe kjo e kam Po ri. vjole qëtë, edhe shkaku i mikrofonit se di zoni sa për Ja, cilë. ja, edhe kjo e ka përjetu ato. E kingjat për, e thorshin kështu si kator. Edhe kingjat të shteshin atë mrena, na neshëm kënina. Qashtu i këtë nero konë. Sa vjetë i keni martes? Po vëlloj, Unë e 14. qëtë është i bëj 65 Po, si po, maj. 45. 4. Lini ma i lumtur. Vëlloj, po të kanë zej. Vallaj po Tëp. duke. Vallaj po e pas ke nu se more po pse mos me koti i lumtur, pse mos më Kja yfti atë ka të skotiri. regoj, po 28 vjetë ka najtë pa burë shpe që të. Me thminj, me djem. Me thminj e ka që jetën. Kajtë pare, qka kum punu une? Kazakistanën, Rusi, të pasulli, kjo i ka posë. Është shefic, bre. Qarapën me pare që të e ka, e ma. Aha, i ko halo? Halo, shore. Shkeputje. U knaqe me qëtë mi. Mirum qa porët, vetë prashit qa me djeli, me qik, nuk i ma shargat me hargjit porët. Talë qa vetë me thmi, me qik, me djel, prashit qa orat. Qarapën me veti. Kur s'po morë argat me thonë në ditë, ti marrë kom porët, ti marrë me prashit vetë, me Kjo thmi. shmish ka ndërtu Ti këtë. pse ke bo kështu, pse ke vepru, se tu ka dhinë burri, edhe largësia, edhe mungesa ati, edhe tu ka do kësi me hongër njërësën e ti. Që i për prashitin mi, thë isha me që ka përcejnë. Qashtë tani do Ta në të mirë që vetë. pasoj. Po që ta shfar jetë ta pas ka bo. Ja, po mirë që Ta shumë mirë. ta shtë djelë jenë dalë. Edhe qikë një këm edhe në Gjermoni është. Ishtë nga dy qëtu. Pak ju bje me umërzit, po shqyqër jenë mirë, inshallah jenë mirë. Inshallah mërzit, na për në ndatë. Ju mungojnë.
Ja, shtu e qyshja. Qa me bo, se cili Kaj qashtu janë. Qika ka dhe të herë ditë në thirë. Qikat janë. Fëminja, kam qenë mi po. Fëminja tani gjithë ditë njësën vetë. E kështu mësafer, apo ju vjen e i kosha, apo Vallaj, shkojnë ro. e i kona. Ro. Jam me valla vinë që shto kur Vesh do një kësaj shqirin ka njerë dhe hola i kemë Vinë vinë që shto ka një se rollë. Në Tash t'jen hub mësafer, s'po ka, se për këtë njerë që këna jikë. po dono. Tash s'po ka mësafer. Po më interesën që shini martu, që shini njëftu. Ambos mësitit, Pa të kalzaj. valloj ti me skoter garant e ke gjithë vetë. Ja, ka dollë që o gjatë kalzaj drejt. Kjo është e vrelës, është një fshat bjeshk për një gadime. E na aty e kena pas një halë të martune. E ka delë që një 3-4 vjetë. E na unë shkojsha të hala. E këto e zatet që aty. Ti tu e dasht halën shumë, apo? Edhe zdi së ara këm këshyrë për birat gors, atër me gardhiqat, me thupra. E këshësha për birat gors. Hajt. A janë njëse dhe kje dikur dhe kje të kësyrë. Hajt, një kohë shumë të shkurt. Kja të nej kish pason aty në ja, po më pilqene, të nej edhe unë po pilqene, po më të nej patër një kusherit kësoj mëset. E nej për unë i dore në dhe qemë. Edhe shumë mirë, sa dhe adet lumëtër, Po, vallaj, si qartë. ditën e para. Po, ka një herë. Ja, ka një herë për rakatë. Ka një herë. Pa rokatëm edhe na, Ka një herë. pa rokatje nuk ka kur gjë. Se një po shkën e para ora, po Qa gati thash? bret, për që ta. Tjetër se një. Kalzoj ma herët që ta po mbje bërlëgë. Po dhe. Amo t'ka livdushën nusja jem krejt rrugën, tash, hajde më shkojmë t'i këshyrëm nusën se na tranë. Për që ta pi bërtas se po na bje plion bërlëg. Po kë e kish, s'po më ishe me ne kune. E kom Boqe. gjak atë. Boqe, Ti ka krejt. bijën rrit për mas. Me po ti kep të ke hudrat që ndodh me hongër. E nusja po të ndihmon në heq. Ja, Jam ka Ja, s'del. në ora të shëhëm. djemë ti ka hund del në ora, shpim me s'na pret. Se pi thënë me si po në ora të rre. Ky pi po në spive jetë. Tani mu më kanë thonë të shë që del në ora, a kur së kanë këto për dalë, qa prashrit, qa që të thëmë. Kje meqmi pasa konvenuce i kanë thafë mirë. Se për të këmë për ora, më kanë thonë edhe njerë të shëhëm, veç kalëza. Po tash veç ja u jep zoti shneten. Tash të i Edhe po në. tash i janë e jetën knaqën sa i Amin, kini amin, rritë sa fëmi. dhe juve. Inshallah Me gjithë krejt. juve. Inshallah krejt. Miqtë e mi, Ha do gjë pje e që. bojmë edhe një shkeputje se edhe ondit ju ftofçoj e na po e vazhdojmë edhe për pak qaste muhabetin. Rikthehemi. Si Shaban po të thamë. Falënderes. Faleminderit shumë për muhabetin, për S'ka pritjen. përse. Zoti ja u dhosh krejt mirat, na u kënaqëm pa fond. Amin. Falënderes. Po emocionu, se u gëzu shumë që ju Po morë. ty, be. Vallojnë edhe unë si me pasnet me gjysht temin. Apo na jep iz. Iza pizotit, falënderes Hajde. shumë. Po quëm ka dole. Faleminderit edhe për juve. Zoj, atë përshëndes, vjen mirë që Ditën e njoftëm. mirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte shumë knaci. E që qa keni marrë, vallaj, pa një edhe që të shkova. O, pam param. Ba që Shabam se s'mëshine që të më fillim? Ha? Ja. Ba që Shabam po të mu kalëzu modest, kësha din me më shti pak ma, pa i provu, a i kitë forcëllon. Shumë mirë, ju lumt. Valla një me pas ke punu. Veç i gëzofshit. Falënderes shumë. Hajde po dalëm, s'po të marrë më ku. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit E shumë, që më pa kyhen. valla jemi knoq. E që A më që pa pa kyhen. ku, po me të pa keq. Unë e vi prap. Mirë se vini. Miqtë e mi e bëjmë një shkëputje derisa të motna. Miqtë e mi, sa po dola nga u burri i zotri Shabanit, cilin e falenderoj pa mas, një familje mrekullueshme, një pritje madhështore më kanë bon, që kanë boni edhe mu me emocione gjatë gjithë kohës, i shkonin ashtu lot u gëzu pa mas që më ka po, edhe unë realisht që më gëzu shumë edhe ndiva vetën sikur me kanë me gjyshin tim të ndjerë. Normalisht traditat kështu e dënë një familje shqiptare, edhe sa herë më tha
mos më harro, hajde, rrim, qesëm flija, se nuk e kem ditë që vjene. Normalisht unë shkoj në çdo fshat pa përgatitje. Do thot nuk i lajmëroj, gjithçka është spontane. Misioni në fund të ditës është e ka këtë qëllim. Kështu do thot e kemi vendos. Çka deshta me thonë tjetër? Vazhdoni ju të qëndroni me neve, por para se me thonë këto edhe diçka. Sot ditë e gjumot, ditë e madhe. Mendoj që sikur të shakon xhami, sikur që shkova te kjo familje, për shkak se ashtu mi bën të falenderimet, ashtu ju lut ke Zotit me mbrojt. Jam e plotësume. Edhe jemi drejt fundit të emisionit të sotëm. Pak edhe unë jam e emocionume, nuk s'muj me ju gëny, për shkak se kalum super mirë dhe shkeputjet që i kumboj, kemi pas një muhabet shumë të lezetshëm, por u kon muhabet paka shumë e lot, por që nuk mundem të ashti gjitha me i qitë. Do një herë e ruj edhe intervistusin, për shkak se e respektoj atë që ma bojnë vendin, familjen e tyne, ndihen komod me mu, edhe liruhen me mu sikur të ishin rrit, sikur të kishim jetu bashk për vite. Kaq.